Siamo con il giornalista albanese Osman Stafa. Ciao Osman. Ciao. Quali sono i motivi di queste proteste? Oggi è il 21° giorno. Arsye kryesore është korrupsioni. Korrupsioni është plaga kryesore e shoqërisë shqiptare. Korrupsioni sepse këta me koncesione, me PPP, me tendera janë duke vjedhur popullin shqiptar. Këto i ka zbuluar edhe SPAK së fundi, ku ka vërtetuar se ish-zëvendës kryeministrja e Shqipërisë Belinda Balluku ka vjedhur ose ka përcaktuar ata të cilët do duhet të marrin koncesionet e rrugëve apo ata të cilët ndërtojnë rrugë. Dhe ishte vetë një komunikim për shembull ku thuaj se vetë kryeministri Edi Rama i ka bërë nderin e jetës një oligarku. Korrupsioni po, shëndetësia po, shqiptarët nuk kanë ilaçe, shqiptarët shkojnë në spital dhe nuk kanë pajisje diagnostikuese për sëmundjet e tyre. Shqiptarët më pas shkojnë në Itali, shkojnë në Turqi, shkojnë në Maqedoninë e Veriut, shkojnë në Greqi për të trajtuar. Shqiptarët nuk mundet do të blejnë çmime sepse çmimet e ushqimeve janë më të shtrejta se në Itali. Shqiptarët nuk blejnë dot një apartament sepse apartamentet në Tiranë janë shumë herë më të shtrejta se sa mesatarja e rrogës në Shqipëri, sepse nëse mesatarja e rrogës në Shqipëri është 700-800 euro, vetëm qiraja mujore e apartamenteve mesatarja është 700-800 euro. Çka do të thotë se këtu çmimet janë në qell. Pastaj shpopullimi, të rinjt shqiptar nuk kanë të ardhme në Shqipëri, nuk punësohen dot dhe për këtë arsye ata detyrohen të largohen me kamiona, me anije, në mënyrë ilegale jashtë Shqipërisë se nuk kanë çfarë bëjnë në Shqipëri. Arsyet janë të shumta, por mbi gjitha korrupsioni, arsimi, shëndetësia, shpopullimi, çmimet e larta. Unë dua të falenderoj realisht Italinë për zemërgjërsinë e saj për të trajtuar fëmijët që vuajnë nga kanceri, por dhe personat e tjerë, kur aktualisht Shqipëria nuk i trajton dot sepse në spitalet shqiptare nuk ka ilaçe, sepse po të shkosh në spitalet shqiptare mungojnë medikamentet që luftojnë kancerin nga 1 muaj deri në 6 muaj. Këtë nuk po e them unë, thot raporti i kontrollit lartë të shtetit në Shqipëri. Sikundër nga ana tjetër, fëmijët të cilët vuajnë nga kanceri në Shqipëri shkojnë në Itali tek spitalet atje për të trajtuar dhe mjekët italian tregojnë zemërgjërsinë e tyre të madhe për t'i trajtuar edhe me kosto të ulta. Kështu që faleminderit shumë. Sa i takon problemeve shëndetësore në Shqipëri janë nga më të mëdha. Në Shqipëri ti nuk gjen, shkon në spital nuk gjen ilaçe, shkon në spital nuk gjen pajisje, shkon në spital nuk gjen vigona apo alkol. Dhe këto janë të vërtetuara e të faktuara nga unë si gazetar këtu e 5 vite. Ty mund të qelloj që të kesh një goditje ishemike, quhet një goditje në kokë dhe pajisja në spitalin publik nuk punon. Duhet të kesh 35.000 euro për të shkuar tek spitali privat që të bësh këtë ndërhyrje që do duhet bërë brenda 6 orëve të para. Pra situata e shëndetësisë në Shqipëri është katastrofë. Shkon në spital, nuk merr trajtim, ka persona, ka fëmijë, ka të moshuar të cilët kanë ndruar jetë për shkak të mos shërbimit në spitalet shqiptare. Dhe çfarë tjetër, kryeministri Edi Rama ndërton një kopësht eden te kryeministria, kopshti i parajsës quhet 4.3 milion euro, ndërkohë që gratë të cilat vuajnë nga kanceri nuk kanë pajisjen e brakiterapisë. Per favore. Ma ti volevo chiedere una cosa, ma volendo, ci sarebbero i soldi per la sanità pubblica in Albania o non ci sono? Parat janë, parat në Shqipëri janë, por parat shkojnë tek 2 satelit të cilët kryeministri Rama i ka çuar në hapësirë, 6 milion euro, që nuk na shërbejnë për asnjë gjë, nuk shërbejnë për asnjë gjë dhe ndërkohë spitalet janë pa ilaçe. Ke ti inceneratorët në Shqipëri të cilët ne sot shqiptarët i paguajnë, por ne nuk kemi incenerator. Janë 3 inceneratorë në Shqipëri që kanë kushtuar miliona euro. Sot e kësaj dite askush nuk e di se ku janë. Çështja është në SPAK në prokurori. Pastaj nga ana tjetër kemi Tigrin 1 dhe Tigrin 3 atje në Vlorë që janë anije lundruese që gjoja do prodhonin energji elektrike. Nuk kanë prodhuar energji elektrike dhe ne sot e kësaj dite jemi duke i paguar. Ne e theksova më lart, kemi kopshtin eden te kryeministria. 4.3 milion euro, vetëm nuk ka asnjë interes publik, por që kryeministri i vendit Edi Rama ka preferuar që të ndërtoj kopshtin eden dhe të lëri, për shembull, fëmijët jetim në Shqipëri marrin 12, 13, 15.000 lekë në muaj ndihmë nga shteti shqiptar se nuk kanë babajin. A mundet një nën me fëmijë jetim që të përballoj kostot mujore me 15.000 lekë? Janë 15 euro, 20 euro, jo më shumë. Ma quindi se per esempio un albanese pensionato ha un problema di salute, va in ospedale, ha un problema grave, va in ospedale e non ha soldi e non ha parenti che lo aiutano, cosa succede? Lo lasciano morire o
cosa succede? Për pensionistët, për shembull, në Shqipëri, nëse se një pensionist nuk ndihmohet muaj për muaj nga djali i tij, vajza që janë në emigrim, qoftë në Itali, qoftë në Angli, qoftë në Amerikë, ai nuk ja del dot, pensionisti mbaron, sepse nuk përballon dot ilaçet deri në fund muajit, e jo më pastaj që të ketë mundësi për të ngrënë, për të pirë, për të paguar dritat, për të paguar uajin e tjerë. Që do të thotë që shëndetësia në Shqipëri thuhet që është falas, por në fakt nuk është falas. Ne paguajmë sigurime shëndetësore, por ama për të bërë një operacion ti duhet paguash para. Dhe për të bërë një operacion për shembull të zemrës, kardiokirurgët marrin rreth 5.000 euro në dorë ose të çojnë tek spitali privat dhe të marrin 8.000 euro, sepse ti nëse pret në radhë do duhet presësh 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj e të tjerë. Pra që do të thotë, nëse ti sot në Shqipëri nuk ke para, nëse ti në Shqipëri nuk ke miq, nuk ke deputet që të kesh kontakte, ti realisht vdes. Mbetesh spitaleve. Përshëndetje shqiptar, populli më i bukur në botë. Lei. Si kishte thënë ky zotëria të prapë, në Shqipëri nuk ka protest. Në fakt në Shqipëri ka revolt.